Bashkia e Lushnjës ka nisur punimet për sistemimin e sheshit dhe ndërtimin e tregut të ri të frutaperimeve në lagjen Skënderli-Bohova përgjatë rrugës Pavarësia me një investim prej 18.3 milion lekësh. Projekti përfshin sistemimin e një sheshi me sipërfaqe 1600 metra katror dhe ndërtimin e një tregu të ri prej 220 metra shkatror ku do të krijohen 10 njësi tregtimi. Prej rreth 30 vitesh, tregtarët e kësaj zone ushtronin aktivitetin në kushte jo standarde, duke ndikuar edhe në pamjen urbane të lagjes. Kryetaria e bashkisë Riselda Sefa tha se gjatë kohës së punimeve, tregtarët janë sistemuar përkohësisht në anën tjetër të rrugës. Bashkia Lushnjë prej pak ditësh ka filluar investimin, sistemimin e sheshit dhe ndërtimin e tregut në lagjen Skënderli-Bohova përgjatë rrugës Pavarësia ose siç e quajnë ndryshe Ypsiloni, duke qenë se prej 30 vitesh atje tregtarët tregtonin në mënyrë jo në kushtet e duhura, por patjetër që i kishin dhënë dhe një pamje jo korrekte asaj zone. Bashkia mori masa për fillimin e këtij investimi. Tregu është parashikuar të jetë midis dy pallateve, ku është parashikuar të ndërtohen rreth 10 njësi tregtimi. Tregtarët aktualisht i kemi spostuar përgjatë trotuarit në anën tjetër të rrugës derisa të përfundojë tregu dhe ndërkohë që pjesa tjetër ku kanë qëndruar më parë tregtarët do të kryhet një investim për ta kthyer në një hapësirë të gjelbër dhe shlodhëse për qytetarët e asaj zone. Investimi parashikon gjithashtu sistemimin e hapësirave publike, krijimin e 2 zonave parkimi për banorët dhe vizitorët, zgjerimin e sipërfaqeve të gjelbra, mbjelljen e pemëve dekorative, ndërtimin e rrjetit të ndriçimit publik, vendosjen e stolave dhe elementeve të tjerë të mobilimit urban. Me këtë projekt synohet përmirësimi i kushteve të tregtimit, lirimi i trotuareve nga tregtimi informal, organizimi më i mirë i parkimit dhe krijimi një mjedisi më funksionale estetik për banorët e zonës.